Kryeministri Edi Rama mori pjesë sot në takimin përmbylljes të thirrjes së 10 të programit kombëtar të praktikave të punës për studentët e ekselencës, i cili prej 10 vitesh po kthen përvojën në punësim. Sipas kryeministrit, programi kombëtar i praktikave të punës ka punësuar përfundimisht rreth 1600 të rinj në administratën shtetërore gjatë këtyre viteve, duke krijuar një trup burimesh njerëzore cilësore me potencial për të qenë drejtuesit e së ardhmes në institucione publike. Keni parasysh që ky program ka punësuar në mënyrë përfundimtare në administratën e shtetit rreth 1600 persona. Po të kesh parasysh që administrata publike në vetvete është një trup jo shumë e madhe, këto numra nuk janë pak. Por ajo që i bën këto numra më të rëndësishëm akoma është se janë 1600 burime njerëzore cilësore që kanë potencialin të zhvillohen vijimësisht dhe që kanë kapacitetin potencial që të jenë nesër drejtuesit e sektorëve, drejtuesit e departamenteve të drejtorive dhe kështu me radhë. Dhe kjo praktik ka qenë një urë e ngritur si fillim me universitetin për t'ju dhënë mundësi më të mirëve që të kenë një sallë pritje ku aktivisht të vetë ofrohen si punonjës të rinj të shtetit. Dhe nga ana tjetër, besoj që tani kemi kapërcyer edhe një ngërç përmes këtij programi, atë ngërçin e eksperiencës që faktikisht i ka penguar në të shkuarën shumë vajza dhe djemë që të fitojnë konkurset e shërbimit civil për shkak të mungesës eksperiencës. Gjithashtu, kryeministri foli për projektin e garancisë rinore, një nisme përbashkët e qeverisë shqiptare me Komisionin Evropian me vlerë rreth 65 milion euro, e cila synon identifikimin dhe aktivizimin e të rinjve me potencial si dhe fuqizimin e pjesëmarrjes së tyre në jetën sociale dhe ekonomike. Është një projekt i cili ka si synim të identifikoj dhe të aktivizoj të rinjt që kanë potencial, por që nuk janë aktiv në kërkimin e rrugës së nxjerrjes më të mirës nga vetja. Ka si qëllim të ofrojë mbështetje ekonomike, të ofrojë trajnime dhe të ofrojë aftësim profesional për të rinjt. Ka si qëllim të sigurojë mundësi konkrete punësimi, të sigurojë vazhdimin e arsimit, formimit profesional dhe të praktikave, dhe patjetër të fuqizojë pjesëmarrjen e të rinjve në jetën sociale dhe ekonomike të komunitetit. Do t'ju sugjeroja me shumë dashamirësi që të njiheni me këtë projekt. Është një projekt edhe financiarisht i qëndësishëm, është rreth 65 milion euro, mos gabon, dhe të shikoni se si mund të angazhoheni me këtë projekt. Mëtej, kryeministri Rama i uroi suksese atyre që kanë fituar mundësinë për të patur një kontratë një vjeçare pune dhe për të vazhduar të synojnë të përfshihen përfundimisht në administratën publike.